Dëngjonin pëlqen shumë se është shumë real, diqysh edhe është tamam bras pëdiqme, edhe ka pak atë stilin ma burr. A ki najsen yllin, se të veta edhe para prakisht, yll limoni dhe a ki najsen, se ndjeni në njëtë. Yllin, nuk e kam kur gjo, që më ka ra dhe me ta me bashkëpunu në për koncerte ti. Ylli veç u konë në klasë me motrën tem, edhe kur më rani dit në koncert me të më tha, hej, a qka shumë e rrita, je motra e ilmës. Thash po, tha, ku pa emën, ti u bone më ardhë në për koncert edhe më na grimu. E qke u po një prej lidhjeve që më ka ra me taku tamon yllin personalisht. Në thonë vishë mbjarmat e njëti paski, se së është këkipit njëti të venë nëse na i Jo, nuk e dija e na prej njëti të venë, ama me dje nuk e kam kur qo. A, njëse mirë është, Kristora vishë mbjarma që aty se nështë ka njerë që kanë qef me pas mbjarmin e tina. Qatë shumë nështë që ju pëlqen është muzika e kështu. Edhe mu pëlqen shumë si artist. Cili prej artistave të pëlqen se masi që kajtëm të shke pjesë? Artistave dy... Njase. Dafina Zeqiri Dëngjoni. Pse Dëngjoni, se nashta kitë kanë me të kritiku shta. Se adina i drenicë, se qysha jatë. Ta kam pri që në me thonë a i drejka, Na që të Amerikanë. Jo, për ne me Dëngjonin pëlqen shumë se është shumë real, diqysh edhe është tamam bras pëdiqme, edhe ka pak atë stilin ma burr për qëta. E Dafina është i për, dhe me thonë, ma jem rrit me kangë Dafinës prej e vogël. Edhe më pëlqen shumë energjia, stili komplet. Po du me najtë edhe pak të Dëngjoni, edhe po du me të pyt, a kishe bashkëpunu në herë me ta për shambull, ose atë ka ra në herë më taku me ta? Jo, nuk më ka ra. Më varë se qëfar bashkëpunime, po na i videoklip ose diçka jo. Përveç punës tem që më mi kry diçka punë, shërbimet, jo, në për videoklipe e këse jo.